Me dita në kuadrët e javës 30 kemi trajnimin nga Arda Viladje për pyetjet e ndeshjes Partizani Teuta. Profesor, ndeshja me Teutën, skuadra vjen pas fitores mas kuadrës së Skënderbeu, si është në aspektin psikologjik por edhe fizik përpara që ka pasur në pjesë. Përshëndetje gjithëve. Besoj se vim në një, po themi, situatë pak më të mirë. Ndeshja e kaluar na ka dhënë pak oksigjen për të punuar më të qetë, për të punuar më mirë. Këto ditë realisht kemi punuar më mirë. Dhe besoj që po themi ndeshjen që kemi përpara futemi po themi me një mentalitet të mirë për të marrë 3 pikët. Luani përballë një kundërshtar i cili të marrë 7 pikë të takimit, shumë pozitiv, por në kohë Teuta në sa ka një pikë të byrë, sa ka një luftës për mbjetesë. Sa i vështirë të Partizanit të takimin. Po gjitha ndeshjet kundra Teutës kanë qenë ndeshje gjithnjë të vështira, jo kundra vetëm Teutës, por gjithë kundërshtarët po them që janë në Superligën shqiptare. Kështu që çdo kundërshtar meriton vëmendjen, respektin maksimal tonin, por më tepër që nuk është se jemi në kushte po themi për të snobuar në një kundërshtar, sepse është gafe e madhe, edhe pse thash edhe një herë një fitore e rëndësishme, Koç thjesht na dha pak oksigjen, por në fund prapa ambicet janë të mëdha, janë të rëndësishme, kështu që patjetër që gjithë periudhën i marr për të rregulluar dobësitë që kemi dhe për përmirësuar ato që kemi bërë mirë realisht në fushën e lojës. Ka mbledhur 7 javë, 21 pikë në lojë, Partizani do mjaftohet vetëm me faktin që do të qëndrojë për ta puntuar vetëm në zonën bajnë të fora, për 2 vote para që jepën avantazhin e Brazit me realisht për ne gjithnjë pikëshynimi që në fillim sezonit ka qenë sigurisht vendet e para të tabelës. Normalisht e dim shumë mirë, po themi, tranzicionin që u desh ekipi po themi të bënte nga janari e këtej, kështu që mendoj që përsëri qëllimi është i njëjtë, sepse nëse arrim në javën vazhdim të përmirësojmë ato gjëra që ne jemi koshient që mund t'i bëjmë mirë, atëherë besoj që synimi absolut është për të arritur në 2 vendet e para, duke pas parasysh edhe formulën dhe atë çfarë të ofron Final Four-i 2 vendet e para. E ka ardhur Vilalia i një ndërhjeqe, po themi që mund të bëjë maksimumin për çdo lloj takimi që do ketë, po themi interesant, takimet të përmendues të Shqipërisë por edhe ato të Final Four. Të them drejtën, është pak herë për të përgjigjur kësaj pyetje, sepse kur je në terren dhe kur punon për ditë, po themi në terren me futbollistët, ndeshjet nuk i ngjajnë dhe jemi akoma duke gjetur, po themi, modalitetin ton më të mirë për të përballur edhe sfidrat që mund të kenë koeficient më të lartë vështirësie. Por në situatën që jemi dhe më mënyrës, po themi se si kanë qenë ndeshjet, paktën këtë periudhë që unë po drejtoj ekipin, ka qenë tej mase e vështirë, duke pas parasysh që ndeshjet kanë qenë shumë afër me njëra tjetrën dhe shumë pak ka qenë e mundur, po themi, për të punuar dhe për të kuptuar realisht se cili mund të jetë niveli më i mirë që mund të shfaqë një mëdhëje të caktuar. Kështu që besoj këto ndeshje që kemi bërë na kanë dhënë goxha përgjigje të mira, si në aspektin pozitiv dhe negativ, dhe besoj që në javën e vazhdim do na ndihmojnë për ta kristalizuar sa më shumë të jetë e mundur ekipin i cili për 90 minuta ka rendiment të lartë në fushën e lojës. Partizani historikisht ka mësuar që duke luajtur ka arritur të marrë rezultate shumë të mira. Ky kontingjent që ka aktualisht skuadra e Kuqve është e drejtë për të fituar trofeun këtë sezon. Unë jam i bindur që jemi në rrugë për të 2 trofet. Jemi rrugë të mbarë, kemi shumë punë për të bërë, duke pas parasysh që akoma nuk kemi shfrytzuar potencialet e këtij ekipi apo të gjithë lojtarëve për një arsye ose tjetrën, nuk i kemi marrë akoma maksimumin. Jam i bindur që edhe hapësira, po themi, që është pushimi midis kombëtarëve, besoj se do na ndihmojë, po themi, për të kristalizuar dhe shumë gjëra, por i gjithë fokuset tani
është për ndeshjen e nesme, e cila është një përgjigje edhe në aspektin karakterial, edhe në aspektin, po themi, nga të gjithë futbollistët dhe deri ne, po themi që jemi të fundit, sepse ata janë aktorët kryesorë që do performojnë nesër. Duhet jetë një përgjigje e cila, po themi, i përkon edhe rritjes edhe pjekurisë, po themi, të këtij ekipi. Për sa i përket në aspektet individuale, futbollistët kanë kualitet në qoftë se do arrim, po themi, të shkrim dhe të kemi të gjithë futboll kontingjentin edhe nga ana fizike, po themi, gati, besoj që mund të konkurrojmë dhe duke pas parasysh që jemi në të dy kompeticionet, si në kupë edhe në kampionat jemi aty, besoj që asgjë nuk na pengon që të punojmë dhe të minimalisht të synojmë një nga trofet. Faleminderit.